Kaloni një ditë me ne. E pamundur që Pierre të flej pak më shumë se zakonisht, por që ora 8 e pak në ka gjetur në këmbë, kemi larë dhëmbët, kemi larë fytyrën dhe filloi direkt të bëjmë mëngjesin. Pierre buk me vezë, ndërkohë një avokado tost. Minuja ngordhi nga vapa. Pierre do shohi pingun, ndërkohë unë do përgatis drekën që do të çojmë dhe ergysit e puna. Kisha bërë oris basmati, një salcë që ne kemi shumë qef me kozë grek, do të kisha tiganisur edhe stomaqet e pulës, ndërkohë për Pierre do përgatis thjersa. Paketova ushimin e ergysit, shtova dhe fruta, ndërkohë ne u bëm gati. Dolëm, shkuam tek puna, i dorëzoam me ergysit ushimin, bëm disa pazare rrugës dhe më pas u kthyem në shtëpi. Hëngrëm drekën të dy, më pas u morëm me punë. Pierre përfshihet gjithmonë dhe ndjehet shumë i rëndësishëm kur unë jap punë të vogla në shtëpi, qoftë rregulloj lodrat e vet apo dhomën e vet, apo enët e lavastovilja dhe gjërat e ngjashme si këto. Pasi erdhi ergys nga puna, çunat u bën gati për të dalë për të luajtur në lagje, ndërkohë unë hëngra diçka para se të stërvitem. Ky perëndimi më duk fix si Studio Ghibli style. Drita që vjen në shtëpinë tonë pasdite është thjesht e magjishme. Mezi jam servitur këto kohë, por i bën mirë shëndetit tim mendor, kështu që let's go. Bëra një dush dhe më pas u shtriva të qetësohem pak derisa të vinë çunat.